Banka e Shqipërisë ka miratuar ndryshime të reja që prekin drejt për drejt funksionimin e tregut financiar në vend. Rregullat e reja fokusohen te institucionet e pagesave, paraja elektronike dhe subjektet financiare jo banka, duke vendosur standarde më të forta për licencim dhe aktivitet. Një nga ndryshimet kryesore është identifikimi i pronarit përfitues për të zbuluar personat që qëndrojnë realisht pas bizneseve, ndërkohë subjektet që kërkojnë licencë duhet të dorëzojnë dokumentacion më të detajuar për kapitalin, kredin dhe lidhjet financiare. Për qëllime të kësaj rregullorie përcaktohet qartë koncepti i pronarit përfitues sipas legjislacionit në fuqi. Personat që zotrojnë apo kontrollojnë subjektin duhet të identifikohen dhe të deklarohen në mënyrë të plotë. Kjo rrit transparencën mbi strukturën reale të pronësisë. Banka e Shqipërisë përmes këtyre ndryshimeve synon të forcojë gjithashtu kontrollin mbi integritetin e aksionarëve dhe administratorëve përmes verifikimeve të thelluara. Subjektet që aplikojnë për licencë duhet të paraqesin dokumentacion të detajuar mbi burimin e kapitalit dhe gjendjen financiare. Banka e Shqipërisë verifikon përputhshmërinë me kriteret e integritetit dhe listat e sanksioneve ndërkombëtare. Në rast shkeljesh apo informacioni të pasakt, licenca të refuzohet ose të revokohet. Ndryshimet synojnë arritjen e sigurisë financiare dhe afrimin e tregut shqiptar me standardet e Bashkimit Evropian.